për të kërkuar mbajtjen e seancës për konstituimin e kuvendit. Edhe gjatë kësaj dite, e kemi parë që në kuvend, më saktësisht gjatë ditës së sotme u hap salla e kuvendit, aty ishin vetëm deputetët e Partisë Demokratike të Aleancës. Dhe në mesin e tyre, sigurisht ishte edhe zonja Albana Bityqi. Përshëndetje zonja Albana, faleminderit që po ndani pak kohë për ne dhe shikuesit tanë. Faleminderit shumë. Jam keq pak për çastin, ndoshta nuk po rrihet shumë mirë, po e kuptoj. E di që keni angazhime gjatë gjithë kohës, kështu që është mos e kuptueshme. Do doja që këtë bisedë ta filloni me ju rreth asaj që Kurti tha pak më parë që vetëvendosje po heq dorë nga posti i presidentit në mënyrë që bashkë me partitë e tjera të gjejmë një figurë konsensuale. Mendoni që mund të gjejmë një figurë e cila do të përfaqësonte të gjitha partitë politike të Kosovës, përfshir këtu edhe Aleancën? Spari ne si Aleancë kemi paraqit kërkesat tona të cilat janë shumë të qarta, jo për Aleancën, po për vendin tonë. Andaj është shumë e rëndësishme që këto kërkesat të del zoti Kurti me një qëndrim që edhe ne të dimë se çfarë të veprojmë martutje, sepse pa qëndrimin e zotit Kurti ne nuk do të marrim asnjë hap martutje. Ne pam shumë mirë edhe LDK-ja pranë që dol me një qëndrim të vetin, ku po e sfidon Kurtin në një farforme për president. Andaj në ta qëtë një kandidat. Kosova e dim shumë mirë që ka njerëz shumë intelektual të duhur dhe që ja vlejnë me udhëheq shtetin, besoj se edhe LDK-ja ka me qenë në gjendje me votu. Për sa i përket Aleancës është shumë e qartë, tema, qasja dhe pikat të cilat janë shumë të qarta ku ne nuk do të bëjmë kompromis. Pra thoni që nëse nuk zbatohet ky 6 pikëshi që e ka kërkuar që nga dita e parë Aleanca, pa marrë parasysh kush do të jetë kjo figurë konsensuale, ju nuk do të votoni për presidentin e Kosovës. Absolut, për shkak se ne qysh në fillim kemi paraqitur 6 kërkesa të cilat janë shumë të rëndësishme, andaj nëse zoti Kurti del me një deklaratë dhe na siguron që këto 6 kërkesa kanë moralizuar gjatë mandatit të tij, na sigurisht që do ta bëjmë kompromis. Po. Albana, një tjetër çështje që e përmendet edhe ju është Lidhja Demokratike e Kosovës, të cilët kanë zgjedhur që të mos bëjnë pjesë e aktiviteteve të përbashkëta që keni me Partinë Demokratike në këto ditë. Të faktën gjatë kësaj jave kemi parë një mori iniciativash të cilat kanë vetëm një qëllim, konstituimin e kuvendit dhe vazhdimin e mëtejmë për krijimin e institucioneve në Kosovë. Si do ta komentonit krejt këtë të themi qëndrim të Lidhjes Demokratike të Kosovës karshi këtyre veprimeve të përbashkëta që po bëni me PDK-n? Nuk kem nevojë ndoshta se LDK-ja ka qëndrimin e vet dhe nuk kem nevojë mbi ndërhyrje. A do të ishte më e fuqishme kërkesa juaj kërkesat e juaja nëse do të kishit edhe Lidhjen Demokratike bashkë, pra sikur të kemi një opozitë bashkuar, a do të dukej kështu? Sigurisht, është e pa diskutueshme kjo pjesë edhe për shkak se ne nuk jemi 40 deputet PDK-ja dhe Aleanca dhe nuk po mundemi me i dorëzu nënshkrimet me efekt edhe nënshkrimin në tjerë seancë, e kjo edhe po na penalizon neve pak në këtë rast. Ne po nuk do të thotë që do të ndalemi ndonjëherë derisa të vijë konstituimi i kuvendit, të vijë lëvizja vetëvendosje dhe ta bëj konstituimin, ne nuk do të heshtim, sepse është bërë punë shumë e madhe dhe është bërë sakrificë, kanë dhënë gjak njerëz për këtë vend me arrit deri këtu, e nuk do ta lëmë një njeri të shkatërrojë vendin. Zonja Albana, dikush po i thot presion, dikush po i thot zgjem, dikush po i thot ofenzive e partive opozitare, ka mënyra të ndryshme se si etiketohet ose si shprehen rreth krejt këtyre veprimeve të fundit të PDK-s dhe Aleancës. Si do ta titulloni ju, si një zgjem apo si veprime të cilat keni dashur të prisni dhe t'i jepni kohë lëvizjet vetëvendosje para se t'i ndërmerrni? Dëgjoj, këta janë veprime simbolike politike të cilat kanë nevojë për vend sepse puna jonë është në kuvend. Ndaj s'ka kush që na mbyll derën aty sepse na kem punën aty, jemi të zgjedhur të popullit dhe punën duhet ta vazhdojmë. Sado që zoti Kurti do të mundohet të sabotojë shtetin, po ne nuk do të heshim, nuk do të ndalemi me veprime të cilat janë demokratike për me vepruar.
kur jemi tek veprimet e fundit, ato të cilat duket sikur patëm fillimin e tyre ishin të zonjës Time Kadria kur hodhi ve në drejtim të zotrit Kurti në kuvend. Kishim një përplasje mes jush dhe zonjës Arbrie Nagavci. Do doja ta komentonin pak edhe këtë, kanë qenë ndër momentet më të komentuara të ditës së hënë ku gjithçka çfarë ne kemi të mërkur në fakt, kemi parë në kuvend ishte diçka që po e shihnim për herë të parë nga ana e deputetëve të Aleancës dhe PDK-s. Nuk është në Fleta, mund të provojmë ta marrim edhe një herë zonjën Albana, të lutem, se nuk arrit ta dëgjoj mirë. Mund të provojmë edhe një herë ta marrim, të lutem. Ndoshta do të kishim një përmirësim të rjetit. Pra, po flasim me zonjën Albana Bytyqi, deputete e Aleancës. Ishim duke komentuar mënyrën e reagimeve dhe nëse mund të themi protestës që po bëhet nga ana e partive opozitare e mësaktësisht e Aleancës dhe PDK-s dhe momentit që ka qenë ndër më të komentuarit i ditës së mërkur një lloj konflikti mes zonjës Albana dhe zonjës Arbrie Nagavci. Ta shohim nëse do ta kemi lidhjen edhe një herë. Duket që kemi të lashe me internet, e tha edhe zonja Bytyqi në fillim që nuk kemi edhe internetin më të mirëmundshëm. Zonja Albana, po na dëgjon tani? Përshëndetje. Internet o internet. Të provojmë edhe një herë. Tashmë e kemi lidhjen me zonjën Albana Bytyqi, deputete e Aleancës. Të kërkoj ndjesë, por këto shkputjet në internet e bëjnë këtë dhe nuk është që gjithçka kemi në dorën tonë. Po flasim për atë çfarë ndodhi mes zonjave të Aleancës dhe atyre të lëvizjes vetëvendosje, duke filluar nga veprimi që pati Time Kadria që hodhi ve drejt zotrit Kurti dhe të përplasja që patët me zonjën Arbrie. Veprimi Time Kadria i ka qenë një veprim i cili ne nuk kemi qenë në dijeni mirë, po ajo çka është bërë. Pra Timja nuk e ka diskutuar me juve këtë çështje. Është bërë mjaftueshëm sepse qysh nga shkurti vitit kaluam, hajde në kuvend, dilni pe kuvendit, hajde jashtë, vini mbrëma, kështu që jena në agjendën e Kurtit deri tash. Tash është bërë mjaftueshëm dhe ne duhet të veprojmë në tutje sepse vendi jonë është në regres. Kem nevojë, kem shumë punë për të bërë, kem shumë tema për të diskutuar dhe kjo është shumë e rëndësishme që na duhet të ecim përpara dhe nuk do ta lejojmë tash që një njeri i tillë ta shkatroj vendin. Andaj këto veprime të cilat kanë qenë këto ditë të fundit, sikur edhe dje me Nagavci kanë qenë ato ndoshta edhe pak provokime të deputetëve të lëvizjes vetëvendosje për me ardhur deri te çaj moment, mirë po sidoqoftë ata janë mësuar me këto A keni pas komunikim, kontakt në zonjën Nagavci pas krejt asaj që ka ndodhur ditë në kuvend? Keni takuar përsëri, keni folur? Fundit jeni deputete të kuvendit Kosovës? Patjetër, na jemi deputetë, të cilat jemi të ndryshëm në mendime politike, nuk do të thotë që jemi armiq, po mendimet politike janë shumë të ndryshme dhe për këtë pjesë nuk pajtohemi. Po nuk do të thotë që nuk flasim. Po nuk jam takuar ende me Albana, një pyetje të fundit. Pas këtij deklarimit të zotrit Kurti sa i përket çështjes së presidentit dhe pas këtyre aktiviteteve që kemi parë së fundmi të Aleancës bashkë me PDK-n, çfarë mund të presim tutje? Do të vazhdoni të prisni tek dyert e qeverisë, tek dyert e kuvendit, të vazhdoni të thirrni seanca? Çfarë do të ndodhë? Patjetër, e thash që derisa lëvizja vetëvendosje të vi ta bëj konstituimin e kuvendit edhe pse më nuk ka mbet asgjë tjetër se thash LDK-ja dha qëndrimin e tyre që të vinë më të konstituojnë kuvendin, atëherë na nuk do të heshtim derisa të bëhet konstituimi i kuvendit. Sepse kur bëhet konstituimi i kuvendit, atëherë vazhdojnë afatet kohore. Pa u bë konstituimi i kuvendit nuk mund të mirët asnjë veprim me tutje. Kjo është arsyeja kryesore dhe na kem dëshirë të bëhen institucionet.
E qartë. Zonja Bytyqi, të falenderoj shumë për kohën që ndave sot për ne dhe shikuesit tanë. Shumë faleminderit. Merci, faleminderit ju pas. Të dashur miq, kishim në lidhje të drejtë për drejtë deputetën e Aleancës, zonjën Albana Bytyqi.